në median shqiptare, por edhe në median ndërkombëtare, kryesisht atë italiane, nga vetë kryeministri i këtij vendi. Pra, unë mendoj që Edi Rama ka mbrojtur më shumë për shembull luftar hyjësën se sa ka mbrojtur Olsi Ramën kur akuzoi për trafik droge. Dhe po ti vini në peshore, më besoni, është folur, është pyetur më shumë për atë çështje dhe sigurisht që mbrojtja ka qenë shumë herë më e madhe për atë rast se sa për vllajën e vet kur e akuzuan për trafik droge. Po. Kështu që sigurisht që unë kam folur për atë që kam lexuar për një moment shumë të vështirë të zotit Rama, kam folur edhe që opozita në fakt nuk duhet të jep të zotit Rama një arsye gjatë tyre kohëve që ai të thoshte ja fajin e ka opozita. Por momentin që zëvendës kryeministra e Edi Ramës, numri 2 Edi Ramës, ka akuzohet tashmë jo nga opozita, por nga Spaku, që e ka takuar me qira fjala edhe zoti Fleming, për favorizim në tendera, vetëm si fillim për mos me thënë për gjëra të tjera. Së shpejti do kemi edhe detaje se si njerëz të zonjës Balluku bashkë me kryeministrin Rama e kanë kërcënuar fizikisht prokurorin e çështjes. Dhe jo vetëm që kjo çështje të mbyllej. Kemi madje edhe nga njerëz të zotit Rama që e kanë pranuar, njerëz mediatik po duhet zotit Rama që e kanë pranuar në fakt me shkrime që ajo gjëja, ajo favorizimi ka ndodhur, pra favorizimi në rastin e tunelit të Llogares ka ndodhur, por ka ndodhur për arsye gjeostrategjike. Pra këtu na shton nga njerëz që mbështesin Edi Ramën publikisht që këtu korrupsioni ndodh, paratë taksakuese përdoren se ashtu e shpërdorohen, sepse ne paguajmë tekat gjeostrategjike të zotit Rama. Pra ato që neve në fakt na shiten si ndihmë rastin e Turqisë, spitali memorial në Fier, lagjet e ndërtuara në Laç, jo vetëm që nuk janë dhuratë popullit turk siç na shitet, përkundrazi kemi paguar haraqin e një halli të zgjidhur aty për aty, ku zgjidhet halli, kalohet lumi dhe kali ruhet, respektohet dhe paguhet lek mlek kur I thon, pra nuk shahet kali. Kështu që mendoj që situata dhe pa diskutim pasaj edhe kjo rasti I fundit se si një njeri mbrojtur zyrtarisht nga kryeministri dhe për të kuptuar se derisa është futur në sistemin financiar shqiptar, mendoj që këto ishin dy momente ose këto ishin pikat që derdhen gotën e pritjes së tyre. Po, dhe protesta sot në SPAK, ku po flitet se gjëja kryesore që ti mund t'i thuash një përfaqësuesit Bashkimit Evropian, etj, është natyrisht raporti që ndërton shteti dhe individi me pronën. Edhe ajo mbetet për të verifikuar, sepse akuzat tyre, të paktën siç e raportonte avokati që I përfaqësonte zoti Arben Langozi, thotë që këtyre zotrinjve është parashikuar të merret toka për shkak të përllogaritë për t'u dhënë, si më thënë, ish kryebashkiakut të New Yorkut. Që njeriu fund që ka vizituar ish kryebashkiak New York ka vizituar Shqipërinë këto kohë zoti Adams. Dhe që u shoqërua me artikuj edhe nga New York Times. Që ngriten pikpyetje së pari për pse I paguaj vizita këtij dhe pastaj edhe për të kuptuar se çfarë qëndron brapa këtij. Problemi është që këtu në Shqipëri sa herë bëhet fjala për të grabitur tokën, për të sjellur plera, apo për të vjedhur pasurinë shqiptarëve, ku ka zë asnjëherë s'është bërë gjë. Dhe ku ka zë që është Edi Rama, gjithmonë ajo verifikohet se është fiks ashtu. Edhe nga mediat ndërkombëtare. Kupton? Se kur e themi ne, dhe kur e thon mediat tona, natyrisht ka tjetër histori. Janë në konfirmohet nga mediat dhe unë dua vetëm për hir të këtij fakti. Ndoshta edhe për hir të një lloj relativizmi I cili ka pushtuar, po themi ne, hapësirën publike, herë I injektuar, herë sepse njeriu është I bombarduar dhe kërkimi I së vërtetës kërkon kuraj dhe durim më të madh. Është kthyer në rendite. Një lloj relativizmi I cili për çdo gazetar apo qytetar etj, I cili vendos të vihet përballë të gjithë kësaj skeme të madhe, duke mos e pranuar dhe duke rezistuar, kërkon ta bëjë atë të gjithë pranueshme. Mediat ndërkombëtare nuk mendojnë kështu. Vetëm në ditët e fundit dëgjoni pak se çfarë kanë thënë. Treshin.